Kujna një këshill që mendon që ja vlen me nda me shikuesit dëgjuesit e ndrimit të dytë? Unë kam disa vjetë, dhe që ka lejt rast dhe që Okej. jemi rrit me këshillat e prindve tonë në përroda. Në përroda, Mos ato me kanë vit- qenë, në për- ato kanë qenë Sukur bile shkolla. pak ma të sofistikume, këshillat me Sukur oda që shkollat. janë ja, po. Normal, mas me rajt, mos me tratu, mos me shku me njerës të këshe. Me dit, do më hongë me kanë pashkoj, me mësu. Edhe normal, që ato këshilla jenë për cilë brezin e ri, nga kanë mësu për patriotizm në atë ku, si nuk do të me tratu me shpernu venin tanë. E ja kemi pohorin aty një këshilla. Disa i kanë marrë për bazë, disa... Për besë Ka jo, keq kuptu. në kohë kemi marrë shumë edhe kemi diskutu edhe gjithë herë do më rrit me atë frimin e patriotizmit. Se si duhet me dash vendin, a? Si duhet me dash vendin tanë, me dash familjen tonë, mos me shku me njerëz të këshie sa ta të morën me veti. Po e vërtet, po ti sot ajo jep këshillat njëjta njerëzve që i ki për rreth, Për njerëzve besë, trive, trejave. për besë atyne që ka mundësi edhe që ngoj normal familjes tam, ja kom lotë me i vetë me. E falenderoj shumë, se me të vërtet janë rrugë mirë atë morë. Në rregull. Faleminderit shumë që ishe ndrim dytë sot. Respekt. Gjithashtu edhe për juve.